Me një atmosferë krejt tjetër, dhe disponim krejt tjetër, jemi këthy në studio për një tjetër temë dhe një panel tjetër që kemi, do të flasim sot për modernizimin. A ka modernizim të tepërt? Po, a jemi modern? Të ftuarit janë modern, këtë ta keni të sigur. Do të flasim në përgjithësi për modernizimin, me ide edhe me opinionet të ndryshme. Po nisi prezentimin prej Gjulit, me qenë se Gjulin do ta kemi gogja shpesh në Kosova Live. Mirë se erdhe Gjul. Faleminderit, mirë si u gjej. Disponim po? Disponim gjithmonë dhe po vjen shumë do të thotë kënaqësi që kam e konë edhe më shpesh tash në T7 dhe jam shumë e lumtur që jam me programin e ju. Mirë se vjen Gjulja. Faleminderit. Azdrenin e kemi po ashtu në studio. Azdren, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën edhe urime për emisionin. Faleminderit shumë. Shpresoj që Dhe e mirë fundit, por jo më pak e rëndësishme. Shumë e rëndësishme madje. Zona Avdio, mirë se erdhe Zona. Shumë për ftesën, me ka në emisionin e parë, unë e di çka është me fillu një emision edhe zakonisht i thirr njerëzit se ti vlerëson më shumë ti edhe që mendon, që kanë me kanë më dëm për një emision, kështu që është kënaqësi me kanë. Dhe ju uroj shumë për emisionin. Shumë faleminderit. Vetëm pak hapa larg e kemi atë studion e famshëm të Zonës, andaj po. Muj me dalë edhe ne kanë herë. Për momentin këtu. Për momentin këtu. A jemi modern? A jemi shoqëri moderne ne? Cili për vetë njerë sa... Cili të doni? Rani e doni. Qyre, unë e menoj që fillimisht do të me qartësu për shikuesit e të shtatshit, çka modernizmi e çka moderniteti. Dhe këto janë dy terme të ndryshme në këtë rast. Na muj me thonë ose shqiptarët e kanë përqafuar modernizmin, kuptimin e asaj që jetojmë me një botë materiale shumë moderne, posedimet fizike që i kemi, shumë teknologjia këto, ne modernizim. Por moderniteti që o mëndësi, është kulturë, është botë kuptim, pikpamje, mbi gjërat, unë e menoj që këtu kemi shumë ngecje, dhe kjo pikërisht neve na ndodh që ka ndodhur shumë vendeve para neve, sa i ka ndodhur ato revolucionet ose kalimet nga diktatura në demokraci. Rasti më tipik është rasti i Turqisë Ataturkut. Ai atko vetë si udhëheqësi presidenti turk i ka thonë ose e ka urrëqe me turqit, e kanë përqafuar modernizimin. Pra janë modern kuptimin e posedimeve të mjeteve teknologjike që apo diun, por nuk moderniteti po mungon sepse mendësia ka met akoma otomane. Në çat stat, në çat po them kushtimisht tranzicion, po kalojnë e shqiptarët. Në aspektin e mendësisë, aspektin e botë kuptimit, por ma qysh i besojmë do stereotipa që na i thonë vlera, por mua problemi i madh. Pra shoqëria jonë vazhdon me qenë mbyllur, vazhdon me vujt nga disa dozma të arkaizmit, patriarkalizmit e këto që i bjen. Modernizmin e kemi marr, modernitetin jo. Kjo shpesh krijon karikatura, Amir. Për shembull ta marrim, unë shoh shpesh në për plazhet e Shqipërisë, sidomos, shkojnë gra me dimia me mafes, po ta req iPhone 15-shin. Që kjo është kur këto situata kur e kalumja nuk shkon mirë, edhe të rinë e merr gabim ose e merr me gjysa, ti atëherë krijon edhe sota komike, groteske, që e ka Gjepçosa një shprehje që më pëlqen te drama e vet, Sfinga e gjallë, aty flet për një familje subjekti i dramës, edhe thotë nuk është hera e parë që dashnia kalon kurvni e mitësia në hipokrizi. Kjo pasojë e qytetërimit pranuar keq, edhe primitivizmi të patë e kaluar mirë. Pikërisht në këtë stat jemi hala, mendoj që kjo diagnoza më e saktë që i përcjell hala sot ekstraditë shqiptare. Po, do të thotë na u takonëm para se të fillojë emisioni dhe kem krejt njëjtin mendim fakt. Edhe është keq se kemi edhe dikant që është kundra neve me mendimet. Ishte e planifikuar që të ishte Besa Ismaili, por që e dështoi në moment të fundit, kështu që në një format të tillë është e kuptueshme. Po mande i del që nuk po pajtohen dikon. Zona nuk pajtohet dikon. Zona del diçka që s'pajtohet. Diçka po vona kundër. Po thënë në kundër modernizimit, kështu që jo patjetër, jo patjetër. Fjala moderno vjen për mos parit fjalës latinisht që është modo, që është tani dhe është diçka opozit besoj që është tradicionale. Dhe nëse na shikojnë shoqërinë tonë, do thotë një person që është rritë dhe është ka marrë një mendësi, një edukat, një kulturë, shteteve të ndryshme që janë shumë më moderne se na, siç e tha edhe kolegu jem, do thotë na e kena përqafuar disa gjëra, po disa gjëra e kena përqafuar më shumë se ç'duhet, sepse nuk kemi harruar me, do thotë kemi qenë shkollën 1, 2, 3, po kemi harruar që shkolla 4, 5, 6 na edukon, kulturon, emancipon për me kon shkollën e 8, 9, 10. Dhe na kena kthy shkollën 8, 9, 10, dhe kjo është problemi që unë mendoj shoqëria jonë do të të mundu mu bo modern tepër, i kena morë disa gjona, i kena përqafut disa gjona pa kon gati si shoqëri. E kjo vrejet në çdo ditë. Çdo vrejet tek të këto shkallë që i kemi kalu, po ta marrëm edhe në mendim të Zanës rreth kësaj. Po në fakt Amir, modernizimin a duhet me ditë modernizimi çka ka në qendrën e tij. Modernizimi në qendrën e tij e ka arsyen edhe individualitetin. Ne jemi modern sa i përket
sepse kemi jetojmë në mënyrë pak më moderne, për shembull nëse flasim për teknologji, nëse flasim për shtëpitë, nëse flasim për veturat që kemi, ne kemi hyrë në periudhën e modernitetit. Por sa jemi të modernizuar, sepse modernizimi është ai procesi i tejkalimit të mendësisë, deri që çon drejt modernitetit, të cilën e ka arsyen dhe individualitetin në qendër. Tash unë do ta shtroja pyetjen kësaj, a kemi arsye ne si popull, a kemi arsye ne si shoqëri? Unë mendoj që jemi totalt parsëshëm. Ne nuk i kemi arsye në qendër. Ne nuk mendojmë për veprimet që i bëjmë. Ne i ndjekim rregullat që janë caktuar para prakisht. Po flas për shembull për aspektin, po i marr shembull disa gjëra konkrete. Mu shpesh herë më thonë pse po e përdor gjuhën ndoshta më të drejtë për drejtë ose ndoshta një gjuhë shumë të thjeshtë derisa po flet edhe në televizion. Po, për çështje shkencore, çështje këtu shkojna në konferenca, i bëjmë atje me zveti. Me qytetarët e Kosovës, me qytetarët e shoqënisë tonë, duhet me folë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme sepse nuk i kuptojnë gjanat. A ke kjo për Azdrenin? Jo, asnjë. Jo, në Azdrenin jena me komplet në një vit. Azdreni filloi me shpjegu kështu ta manterme. Po, jo. Na duhen edhe ato shpjegime. Jo, unë po arsyetoj vetë. Çka po thot Zana, fal Zan, është e vërtet. Na mendojmë që ndryshimi i mendësisë vjen automatikisht nëse antarësohemi me një strukturë. Sot aktualisht modeli më modern është perëndimi, me gjithë dobësitë që i ka, me gjithë problemet që i ka ajo, po perëndimi. Mirë po, me qenë pjesë e Bashkimit Evropian, e Europës, si administrat, nëse futemi në herë, edhe me qenë pjesë e saj si kulturë, janë dy të ndryshme. Na po menojmë gabimisht që vetëm pjesëmarrja si administrat na bën detyrimisht kulturumi. Jo ashtu. Është një pjesë e angazhimit tonë, në performimin jonin, në reflektimin jonin mbi do stereotipa që ne kemi ala vlerë. Për shembull, kur vinë mysafir, mu ka herë e shon disa sota janë shumë komike, po ka herë të irritojnë, qysh e shfaqim këtë primitivizëm ose këtë patriarkalitet që e kemi shumë. Vjen një çift mysafir, edhe i pari që i shet po vjen njëri me një grua. Komo, çka ka grujave? Po vjen njëri me një grua, dhe me kjo s'është hiç grua. Na del ajo e brendshmja. Që kjo ajo kur Freudian slip, kur del e brendshmja, domethënë, edhe del e vërtet ajo. Ajo që kur mbeta unë është që duhet t'ja u shpjegojmë gjanat sikur fëmijëve të vegjël, shoqënisë tonë. Mënyrën se si duhet të mendosh. E merr fëmin që ka 2 vjet dhe u thu që kjo është pjata, kjo është piruni, ç'është duhesh me hongër. Dallimi mes shoqënisë tonë dhe fëmijës është që fëmia mëson, këta nuk mësojnë, sepse nuk arrin me përdor arsyen. Shoqënia shqiptare në përgjithësi, në shumicë nuk e përdor arsyen për veprimet e veta që i bën. Dhe kjo është qendra e modernizimit. A kemi modernizëm të tepruar, të kthehemi te pyetja, jo s'kemi as pak, po ne as nuk e di a kemi hyrë në modernizëm. Ne jemi në modernitet, po nuk jemi në modernizëm. Duhet me kuptu këtë gjë. Çka më marr një shembull më konkret. Një martesa të na që ndodhen. Mu më intereson cili e shtron pyetjen kur don me u martu, a kam kanë më lumtur? A është më mirë për mua? Cilat kanë më kanë sfidat ose jo sfidat e kësaj bashkëjetese, këtij bashkimi me një person tjetër. Na martohemi pse më ka thënë tezja, o jenë martu fëmija tezës, du na më martu dhune. Është një ndjekje kulturore sy mbyllur azi, të cilin s'ka në modernizëm. Tu e të prutë është faqë që të se s'ka hajde gjashtë është qenë, mendoj që është ashtu që shpëthu, po fundja unë mendoj që sot edhe rinia edhe na që na gjeneratës 20 të poshtë, ju këta manalt, mendoj që kanë kuptu edhe këta që mendoj që përdorin arsyen në shumicë nuk përdorin arsyen. Me menuar që shkollë ti smartohen kur njës. Po, e ndjekin traditën, se të na për shembull ala martesa është institucion i shenjtë. Kjo shenjtërim që i ka bo krishterizmi për arsye praktike, jo për arsye se më thonë hynore. Po kjo nuk është në modernizëm as drejt. Absolut jo. Martesat poligame dhe monogame, këto janë studim sociologjik që bëhen. Sot poligamia të na është e kriminalizuar në kuptimin e denoncuar të paktën moralisht. Mirë po, pse ka ndodhur ku ka ardhur njëri te monogamia? Pikërisht ku ka zbrit krishterizmi. Atkon prandorin romakën, në territorin e Palestinës, ka pas shumë linçmëri, ndërkohë kushte sociale të vogla. Kanë vdek njerëz për shkak të ushqimit, kanë vdek njerëz për shkak të higjienës, mungesë e higjienës këtë tyne. Ç'a ndodh? Për me nal linçmëritë të mëdha, sepse një partneri ka pas 5-6 gra ose një grup 5-6 partner burra, këto provojnë shumë linçmëri. Për me nal këto kisha ka folën e mund Zotit, dhe martesa një me një është e vërteta edhe që do Zoti, këtë e me katë.
Pra, e ka nda trupin prej shpirtit, që kjo është kontrarevolucioni më i madh që ka bërë Kisha Katolike. Kur e ndan trupin prej shpirtit, pastaj të bëhet normë, etablohet me shekuj, edhe sot jemi veç te monogamia. Poligaminë e shohim si të pamoralshme, e stigmatizojmë, ndërkohë ka popull e fisë që këto e kanë normale. Shumë të rinj po e shohin opsion bashkëjetesë më shumë se martesa. Na i bjen kjo që jemi modern, se kemi raste mjaftueshëm ku e shohin më të arsyeshme me jetu me Mendoj që sjellja në martesë bën modern ose në bashkëjetesë se sa formati që zgasti. Se sa që zgasti, se qyre ata e kanë këto për mi ik do obligimeve ligjore. Shumë njerëz tuton me i humbë të pasuri. Prej atyre që dojnë me njohë partnerin më shumë para se me shku të aktiv martesës. Kjo është racionalitet. Kjo është racionalitet që mundet me qunë në modernizëm. Nëse e marrim si shembull, po në Kosovë çdo vit realizohen rreth 14.000 martesa. Po flas me letra, edhe 14.000 gjëra. Madje divorcet. Divorcet janë rreth 1.400-1.300. Domethënë hala proporcionaliteti është shumë dallim i madh mes vetëm një divorceve dhe martesave. Në shtat martesë po i kanë tani edhe partnerë të tjerë që na. Thjesht racionaliteti se për çka po e kërkon një bashkim. Unë po duam e kthy një deklaratë temën që e kom pas, fëmia është lloks. Dhe dini sa sulme sa reagimi është marrë, se unë kom thënë fëmia është lloks. Nështë nuk e ke shpjegu mjaftueshëm besoj se jo, nuk e kam kuptuar mjaftueshëm se s'kan arsye. Ka shpjegu tani në emisionin e dytë. Jo, unë e kam shpjeguar mjaftueshëm mirë. Po ata nuk kanë arsye më nal me analizu a është fëmia lloks ajo, a do të më bëj fëmia ajo. Më tregon mua. Dhe besoj vazhdo me që ky mendim i njëjtë për të jote. Po të na jam i gjithsesi. Të na bëjnë fëmijë sepse rendi don ashtu. Nuk bëjnë fëmijë sepse e shtin në përdorim arsyen, edhe më dalin me mendu nëse duhet apo jo me bëj fëmijë. Ose me bëni planifikë më të mirë familjar. A mundë me rrit, a mundë me eduku. A kemi mjetë mjaftueshëm për me rrit një fëmijë që shoqëria jonë. Unë jam shumë pro që a thëtë zona shpesh herë, jo të gjitha, një 80% jam me zonën, 20% kohë. 20% që je kundër zonën. Nëse shikoni zona dhe Gjuli që a flet në Instagram, ne kemi zonë, pse thek shto, zonë ku do shte me dollë me qiton, do të ne kemi shumë... Kemi një debat brendshëm. Kemi një debat brendshëm, unë dhe zona që një vjetë ka, po që kur s'kam pot mundësi me konë në programin e zonës, e gjithë mund kam qenë jashtë shtetit. Unë mendoj që të mija vërët në qëfar kënë vështrimi e shumë fëmin. Fëmija lyp shumë gjona, lyp mas pari një person që edukon e kulturon, emancipon fëmin për me konë një fëmi me tonat mirat. Kur thash me tonat mirat do me thonë truri. E na unë e shof të këshuqria jonë që ne e bëjmë fëmin vërtet që e lyp zakone, e lyp familja, ose jam qatë mush, që në qofë se bëjë, e thëjnë, pëse murë këto kërkosh mu martu. Do njëherë edhe për me regullu një lidhje, një martesë? Ajo është diçka tjetër, po unë mendoj që gruja lind një fëmi, sepse me konë e barabart me shoqërinë që shoqëria vetë kanë fëmi. Po, se filloj me kompleksu, ma dhe pse kjo... Unë nisa tek vete, i kam banë 35 vjetë, pa, mete pa fëmi. Nuk është që në meta pa fëmi, po unë do të me kone mjaft e pjekun, koha do të me kone e duhur, emancipimi em, finansat, të gjithat gjërat, për unë me rrit një fëmit me kone mjaftu shumë për shoqërinë tonë. A e tregove moshën kështu rastësisht unë e tregova vetë unë se kam hiç problem, në këtë teç, kështu shumë problemet e linçmëria që po thot. Unë e pajtona pak me ato që të na la linçmëria ose riprodhimi, është i buron prej një projekti klasik ku shqiptarët për një periudhë historike e kanë përdorur si rezistencë ndaj asimilimit ose ndaj zhdukjes që na ka vënë për shkak të pushtuesit të serbë. Sot nuk është më ai projekt. Sot për një moment duhet një planifikim shumë më racional, shumë më modern në raport me të ardhmen, kur vendosim me shku në atë drejtim për me pas fëmijë. Por ndryshe nëse dikush menon që hala me bë fëmijë e kundërshtojmë Serbinë, duhet të kalojë ka vdekja projekt. Nuk kemi më atë rrezik, nuk kemi më ato rrethana historike. Mendoj që fëmijët tonë do të më edukohet që më shërbet të ardhmën shoqërisë. Pra me bën shoqërinë më të hapur e më të mirë. E na ndërkohë një pjesë e mirë kret, ka përjashtime gjithmonë, mirë që ka, kjo që më jep shpresë mua, një pjesë e mirë pikërisht e kanë që tonë. Hala ekziston një sintagma fatale për mua në popull. Rritën një fëmijë se adopson serbin, s'po them me termin pejorativ që thonë se kjo është keq, kjo ka të sjellë është keq, nuk ka më projekt. Nuk rrezikohet më shqiptar nga asimilimi ose nga zhdukja. Po jetojmë në një epokë mbase mas 100 vjetë, s'kan pas as shqiptar, as francez. Projekti i globalizmit, i këtyre unioneve më të gjona se shtetet është i ardhmja, është koncepti i ardhmës. Prandaj do të më i lënë, do të më shkput nga ato tradita të kalumës, që për një periudhë kanë pas vlerë, edhe na kanë shërbyer. Tash kemi tjera prioritete. Kanë rrugë prioritetet, kanë rrugë vlerat, edhe lyp më për çafuar, por ndryshe mesi shumë keq. Rregullojmë Afrikën në Evropës. Tentova disa. Po se disa mund të lidh pyetja jote se vani një pyetje që po më duket iku, me rregullu martesën, me rregullu marrëdhënien. Tema ndi
ndryshme. Imagjino instrumentalizimin që ja bojnë fëmis. Dhe kjo është një prej pikave kryesore pse bojnë fëmitën, se po du me lidh burrin për veti, ose po du me marë. Këtë rast gratë e kanë këtë qasje, sepse gratë janë më të pa eduku me arsim, po e i bjen fjala, kanë më pak pasuri, janë shumë të lidhura për shtëpin, dhe mirëqenia atyre lidhet me burrin. Dhe po e bëjnë një fëmijë se duhet me lidh burrin për veti, burrin për shtëpia. Lidhet veç ajo me fëmijën në shtëpi, nëse e bën për këtë arsye. Kështu që kjo tregon edhe instrumentalizimin që ja bojnë fëmijëve, që kjo shoqënia që kritikoj ke pse po e qunë fëmijën në loks. Po fëmija mërë është super loks, mega loks bile. Për shkak se ti duhesh me mendu paraprakisht, nëse mundesh me rrit me edukuar se diçka tjetër. Po në çadesht ta me lidh me këtë deklarat është se cili e fut arsye në përdorim. Sepse po e kritikojnë ana shumë shpesh, jemi të jetë modernizum, i kemi të kalu. Është shprehje që na shoqëron shumë shpesh për shoqërinë tonë, që jemi shumë modern, kemi ecën e hapur. Nas nuk jena hinë në modernizëm. Modernitet po, se përdorim që të telefonin. Ki veturën 200.000 euro, po një semafor të kuqën. Ti jenë modernizim për të modernitet. E kuqa do më thonë munar. Këto mirë në kuptu është i parë. Është mendësia. Bese ke shumë e qartë kjo, absolut. Është mendësia ajo që për shumë e vend, sepse që ato vrejet vërtet mendësia e shoqërisë tonë se ku jena. Edhe po se dini këtë modern. Po më intereson të ato shkallë që ti i përmende, Gjul, që i kemi kalu këto shkallë, po. Ndonjë specifike që si pas teje kemi kalu. Ndonjë shkallë, kështu që prej 5 kemi dalë 80 që për shkallë. Po që, shambulli shumë i mirë kjo që e ka 200.000 euro kërën, po hen në dritat kuqe, ose në sa ma fort kuqe. Ose një gjë shumë e thjesht, të ofrojnë vend punës, për nuk ka kontratë. Shumë e thjesht. Që unë mendoj që ti merë rrugë, po e merë rrugën cash, ose në mjetën ndryshme. Jo, vla, te ke ofru një vend punës, që te kontratën, ofertën, nënshkruje. Janë disa norme që nuk janë të nënshkrume, po që shoqëria e din, se si ka kalu që ato 4, 5, 6, 7. E ka kësy të dheqi. Ose shambulli shumë i mirë. Po ka raste Gjulje, kur edhe dojnë mi marë pare të zdojnë mi deklaru, pa kontrol, pa Ajo është një lloj mendësie që s'ka të bëjë me... Kjo mendësi antishoqërore. Shteti është koncepti modern i kohës, organizimi ma modern që jetojmë sot. Kjo mendësi antishoqërore, kjo keq. Edhe rrjetet sociale ka bërë vetëm pse rinia, po flas tash për rinin ju vetëm për këtë. Dalë edhe të rrjetet sociale. Rrjetet sociale është një big afekt në shoqërinë tonë, që mendojna mu duk si dikush tjetër, po pa, unë mendoj gjithmonë shoqërinë tonë si kuklla e bukur që i shohum në për showroom. A thuhet showroom. Do të është një super kukull e bukur me rrobat bukura, po është fat brenda, s'ka asgjë në mendësi, dhe kjo është ajo që shoqëria jonë do të më investu në mendësi e jo vetëm dukje. Dhe rrjetet sociale që kanë ardhur sot në çdo shtëpinë tonë, kur gjysha jam ka Instagram ose gjyshet e tona kanë Instagram, imagjino tash vajzat e të reja kur dojnë mu duk si filan festrik ose kjo, po nuk e din që çaj person që mu duk çashtu ose për çapo flet çashtu në për televizion ose në workshop, ajo ka shku ABC, ka shku shkollat e ndryshme, ka investu me vitet tona, si një doktor. A i shkon gati 20 vjetë shkollë për mu bo doktor. Nuk mundesh mu bo me ChatGPT doktor sot. Mundet me dihmu, po ju mu bo. Kështu që është tash ajo hajgarja me ChatGPT. A kalojmë në shkallë kështu? Për këtë që po të Gjulin? Jo, unë po më dej... Ti vazhdo me qenë këtu, alo s'kemi hyr. Zash, në qendër të kësaj është individualiteti dhe arsyeja. Na e shtrojmë pyetjen, a kemi arsye si shoqëni? A e përdorim arsyen për çështje të ndryshme? Edhe sa i përket rrjeteve sociale, mendoj që vetëm e ka shpërfaq mos arsyen, në mënyrën që na nuk mendojmë ashtu shumë. Na nuk e fusim logjikën në përdorim. Dhe në mbytjen e kësaj arsye dhe kësaj logjike janë fatkeqësisht shkollat tona. Shkollat tona neve na dëmtojnë si njerëz që mundemi të ardhmen me qenë kritik, edhe me pas aftësinë me mendu. Shkolla jon e vret mendimin. Po se të gjitha është përmen studimi. Edhe jo veç shkollat tona për fat keq. Një filozof kroat, nëse s'ka bëj, Ivan Ilić ka një shprehje që më pëlqen. Thot, e drejta për me mësue, në më hodh nga obligimi me shku në shkollë. Një pjesë e shkollave sot për një me e ndjeki një trend këtë klasik, sidomos në Kosovë. Po sidomos në Kosovë është qash mire strukturume me ta mbyt mendimin, sa që asë nuk mund është me e mendu. Nja problemi kryesor që kemi me shkollat, nëse jemi të shkollat, për mendimin tema ky, qysh klas parë kërë qemi fëmijët, ose para shkollorin qerët me ato, mësuesat tonë kanë një mendësi, një botë kuptim, jo kretë ka përjashtime gjithmonë flasim, po pjesa më e mirë që shkollën ja u bëjnë mjet për me arrit qëllimin.
nuk e bëj qëllim me vetë dijen. Ty ta bën mësuesi, paraprakisht prindin në shtëpi, mëso, oni bën mjek, rrjedhimisht jeton më mirë. Kjo është mjek rruptur raportin me dijen. Por nuk e di sa kanë. Atis janë nxit dëshirën me ditë, janë nxit dëshirën me prostitutat në jetë për marrin qëllim ujë. Azra nuk e di sa janë fajtor mësuesit këtu sa është sistemi. Sepse edhe mësuesit nuk kanë çare pa. Mësuesi i dash me kuptuar këto. Po, sigurisht që po. Shkolla më kanë mjet marrë qëllimin. Më kanë qëllimin vetë. Po çfarë janë problem artista shkencëtar se nuk munden. Po shkolla nuk jemi në modernizëm e s'ka bëj ajo. Shikoj shkollat për shembull në Skandinavi, shembull shumë i mirë vjet u ardhur në qeverinë në disa shtete në Skandinav, që vetëm 4 ditë kanë më shku në shkollë edhe ajo nuk është e pa tjetër me mësu matematikën ose këtë lojnë. I lojnë të lirë dhe i thonë, cilën po do me zgjedhë sot, do thotë e lojnë të lirë fëmijë me investu ato që ai e vrenë. Për shembull Elon Musk ka thonë, fëmija mi nuk kanë shkollë. Ata kanë shkollën, shkollën që unë mendoj që atyme kam me hinë në punë që kjo që unë i mësoj atyme për të ardhmen. Që është financa, biznesi, kjo, ajo, psikologjia e të tjerë. Kështu që unë jam shumë pro që jetë të thunë. Ka dhe ideologjike ka pak se ajo është punë të në shkollave me qëndërin plot, sepse konsideron që shteti ka dorë në ta, i bon fëmijët instrumenta, ajo ma shumë po shkolla me afate ma të shkurta kohore. E ka dhe ideologjike që dakord në barim jam, po nuk është modeli. Do të me pas më gjaton një formim sistematik. Po jo me një orar stërës gjatën, përsa atër të fëmijët po i pregadit ose 3 tonë, bon, mjetë, i një agenda politike, ideologjike për marrin qëllim. E kjo keq për ne. Po, gjithsesi, a ka sa do pak pavarësisht që zona apo thotë që halas kemi hyrë në këtë pjesë, për shembull shohim sot 3 zonë, të shpesh diskutojnë edhe të emisioni, që nuk e durojnë presionin ndoshta familjar për me u martu, për me pas fëmijë, dojnë me jetu vetë, dojnë pjesën individuale. A ka sa do pak një mendësi që është shpresdhënëse, sidomos tek të rinjt? Amir, për me pa këta që dush me pa statistikat të cilat janë në faktike, të cilat të dërgojnë gjendje faktike. Unë të regova dhe më herët sa është numri i martesave që realizohen në Kosovë brenda vitit. Dhe nëse sheti këto martesa janë të moshave të reje, nuk është që martohen 40 e të nalt. Kjo të regon që ende edhe të rinjt, ende edhe pjesa më e madhe janë po me të njëjtin sistem të mendimit si që ka qenë në të kaluar. Ndjekun në regullat të së kaluar. Ose nuk ka mendim heq, po afektohen për familjes vetë që vinë të martesa. Unë thash më herët se s'ka mendim, po t'jeshtë ndjekun trendin e familjeve e të kalumës që ka qenë. Kështu që unë nuk tentoj asnjëherë me fol për përjashtimin. Unë flas gjithmonë për atë që është rregull, ato që është fenomen. Fatkeqësisht mendoj që është numri tepër tmerrsisht i vogël i atyre që janë individualist, të cilët e kanë në rand të parë individin dhe nuk e kanë rregulla shoqërore dhe shoqërinë e komunitetin, sa i përket çështjeve sociale po flas. Kështu që unë nuk mendoj që ka shpresë kaq shumë, unë mendoj që është pak më shumë edhe alarmante, të cilën ne sot në 2025 duhet të dalim të flasim çdo ditë për këta numra kaq alarmant që janë, të cilët nuk kanë as çastin e modernizmit, nuk kanë as vëdije të plot, nuk e përdorin arsyen as pak. Merri fëmijët, son ata fëmijë që i pi moshën 16 deri në moshën 25 vjeç. Dhe me secilin ulë dhe bisedo, i shet cilat janë kërkesat e tyre, cilat janë mendimet e tyre. Janë komplet jashtë. Në këtë pikë çka është alarmante Azra, nëse flasim, pikërisht tek këto kërkesat e tyre dhe dëshirat e tyre që kanë në këtë moshë. Unë mendoj që mendojnë si gjyshët tona dhe gjyshët tanë. Edhe nëse na nuk jemi modern kuptimin e mendësisë, marrja e modeleve të gatshme, pa atë mekanizmin e filtrimit, për mua problem. Sot shumë të ri, unë punoj me të ri, me gjimnazista kryesisht, e shoh një dëshirë të papërmbajtur vetëm kënd pasën. Pas gjithë mënyra. Kjo dëvozshmërisht të ri tonë, e ardhmja jonë, brezi jonë i ri, i nështron një kulturë të konsumerizmit, e cila ka kalon në perverzitete. E kjo për mua shqetësimi më i madh, edhe këtu lutem pas intervenimi më të madh shkollë. Domthonë këtë të ri tonë me vetë dëshirë, pa qenë vetëdijshëm çka i bën ajo, pra ne më nështruar një kulturë të konsumerizmit, vetëm me rritë qëllimi që është posedimi i madh monetar. Kjo është gabim dhe kjo keq, domethënë, tyre edhe sot të 3 tonë, se na gabimi është e na, te brezi që i kemi edukuar ata. Europa merret e na një pjesë e mirë, blanko që është gjithçka e mirë që vjen pi Evropës. Që kanë gabim këta që refuzojnë këtë Evropën, që kanë bindje radikale mafetare, po që kanë gabim edhe këta që thonë gjithçka që vjen pi Evropës është mirë. Nuk është mirë gjithçka. Si pasojë e kësaj mentaliteti, ku s'di me filtruar kur gjon, që na vjen prej jashtë, na kemi ngatruar ekstravaгаncën me elegancën. Nuk janë jetë këto. 3 tonë e kanë këtë paaftësi. Se po thu që ekstravaganca vjen prej Evropës, po thu që vjen ekstravaganca? Jo, ata janë elegant. Na kompleksi jonë, mi te i kalua ata, bona ekstravagant. E kjo gabim. Pra duhet një investim goxha i madh, një kurikul pak ma precizën këtë pikë, por mi edukua 3 tonë.
duhet investimi madh në lëndë shoqërore, por me pas rriton qartë edhe të pak më konë në gjendje me boni dallim. Çka o mirë, çka o keq. Një faj shumë i madh vazhdon me u lënë rrjeteve sociale, domethënë. Çka do që diskutojmë këto problematika, rrjete sociale. Pa dyshim që e ka një pjesë fajt, por nuk është këtë faj. Ata nuk do me shtu një pikë këtu, do me shtu një pikë këtu. Kjo tregon që jemi larg modernizmit. Se na i friksohemi të res, na e kërkojnë avës vetrën, se na rrjetet sociale i shohim si diçka e re në mesin e shoqërisë tonë dhe refuzojmë. Unë mbaj mend kur kam filluar Facebooku më përdor më të madhe ka qenë viti 2011-2013 në Kosovë, është bërë një lloj tallje dhe përqeshi me ata që e kanë përdor Facebookun. Mbaj mend në kohën tëm kur unë përdorsha, gjithë kam pas ata që gjithë ditën po rrenin nëpër Facebook apo rrenin në rrjetet sociale. Kjo është pika më e mirë ku tregon që rrjetet sociale, refuzimi i tyre, kjo akuza që ata po na prishin shoqërinë, po na lënë mbrapa neve shumë, janë rrjetet sociale. Jo bre, rrjetet sociale janë gjëja më e mirë ndoshta që ka mujt më ardh. Sepse i ka dhënë me dojë se cilët më ushtreh, me pas një media me veti sot, se cilë kemi në xhep një media me veti. Unë në telefonin tim nëse e merresh, kam mbi 10 milion shikime në Facebook. Kam miliona shikime në Instagram ose kudo tjetër, një Gjuli, një Azreni. Kjo tregon që secili e kemi një qasje me publikun. Jemi të hapur, nuk i nënshtrohemi, nuk i detyrohemi një rendi që caktohet nga të tjerët. Kjo tregon që është një përparësi jashtëzakonisht e madhe, qoftë me biznese, qoftë me çka do tjetër që bëjnë marketing. Kjo është një hapje shumë e mirë. Rrjetet sociale janë revolucion për të mirë. Po, revolucion, por njëkohësisht, nëse e këshirëm Wikipedia, Google, krejt këto, sa di kena krejt në dorë. Po, unë jam pro që apo thote për disa gjona. Për disa gjona jo. Pse? Sepse ti për shembull, unë, Azreni, na jena persona ose kemi karakter shumë të fortë. Jo të gjithë mundën me konë në etopat tonë ose ku jemi ne sot, sepse nuk e kanë qitë fuqi mendësisë tonë, nuk e kanë qitë kulturë, qitë edukat që na e kena pot gjatë viteve që e kena kriju, Gjulin, Gjoll, zonën, Azreni, Azreni. Kështu që njerëzit që ajo që pëthojna që mendësia, që me mendu vetë rinia jonë, tutët frikët, kanë frikë prej gjyshëve, nona, baba, gjyshëve tona e të tjerë, për shoqërisë edhe prej ku na rrethohem. Unë krejtë kuptoj këton që apo dhe me thonë, po ju krejtë kanë qitë gudzim që e kina na. Që na me mendu që shumë na me mendu. Gudzimi është kulturë. Nëse na instalojmë, investojmë në atë pikë, guximi kthejot. Unë s'mendoj që guximi... Po të urejtu prej një shoqërisë që kemë të diskutu deri tash, so vështirë është për ata me shfaqat karakterin e fortë, kur gjatë gjithë kohës mas pari prej familjes tëmve kundërshtohen. Po normal që është e kuptuar që guximi bëhet model. Kur unë e shoh që po guxoni pari, i dyti, i treti e ka shumë alet. Shumë alet. Tu duhet me pas më shumë njerëz që guxojnë atë pikë. Absolutisht. Dhe çfarë kemi një zonë, kemi mi pot edhe 10 zona më tjetër, mas një viti kemi mi pot edhe 100 gjula. Do mi pas 10 zonë. Unë mendoj se ato fillojnë që progresi është i shpejtë. Progresi është evolucion, nuk është revolucion. Revolucioni i krijon premisat, progresi i përsos premisat. Në këtë pikë neve na duhet kemi nevojë në shumë kohë shpejt, po këto ndryshime ka dalshme. Në Europë ka kaluar 200 vjet, o der gjak i madh, o stigmatizuar shumë njerëz, ka pas, se non anatemimet të pafundme, po sot është në ditët më të mira të veta. Ose të paktën në shekullin 20 akon më i mirë për Europën, sepse ka pas një investim gjatë. Na tek e kemi nisë këtë punë. Nëse mendojmë që kjo vjen brenda një nate, e kemi shumë gabim. Prandaj bëj thirrje për ata që merren me çështje sociale ose me çështje publike, mos u lodh, mos u zhgënije për rezultatet. Rezultati ka mungon edhe një kohë gjatë i keq ose jo i dashur për ne. Po kjo si vjen muna. Mjafton që je edhe po e çel derën. Absolut po. Kjo është arsyeja. Rrjetet sociale janë pikërisht ndihma më e madhe që mundet mi dhënë këtij progresi të cilin po flet Azreni, sepse çësia është shumë e lehtë te secili. Jo të gjithë kanë çësje në televizion, jo të gjithë kanë çësje edhe në televizor. Prandaj unë e shoh nëse ti e bën një video edhe poston në rrjetet sociale dhe jep mendime për çfarë do qoftë, kam mbërritë deri qytetari i fundit i Kosovës, ndoshta në fshatin më të fundit atje, që ndoshta nuk e ka çësjen direkt në televizor, me e pa edhe me e dëgju dikon teksa flet. Kur jemi të këto faje që shoqënia jonë zakonisht janë edhe serialet në një periudhë që, domethënë, ka qenë ajo shpreha për shkak serialeve po ndahen çiftet, po bëhen modern. Që kjo kalon prej primitivizit, kur s'ke pas as televizor kur, edhe kalon me një telenovel ku ka dhe skena ekstreme, po shoqënitë arkaike, ato e normale. Telenovela edhe na vet. Po, ky modeli i telenovelave që është, si më thonë, art është në mediokritetin, ato s'kan kur performancë artistike, me gjithë ato shqiptarë i kanë konsumuar, edhe që kjo paaftësia jonë me filtruar çka ka mirë, çka ka keq, i kemi marr blanko. Ky u nda me këto, po ndan edhe unë me këto. A ki qartë, që kjo problemi jonë. Nuk kemi konë gati na, pra në shumë pratika. Ati që ka ndonë në Bosne, në Sanxhak, ku ka muslimon atje.
kur ka ndodhur ai seriali katastrofal ku i kujtohet Kassandra para luftës. Kassandra. Ka rënë burg personazhi i filmit. Edhe në Bosnjë kanë bërë peticion me liru Kassandrën. Se është pa fajs. Zana, po do me folë diçka për kujtohet në serial me siguri ose në personazh. Kjo groteske, kjo komike. Në fakt unë e shoh një çështje tjetër ndaj serialeve, unë mendoj që serialet kanë dhënë një kontribut goxha të madh në hapjen e shoqënisë tonë, prej një shoqënie e cila ka qenë mbyllur totalisht, do s'ka pa kur gjë e parë që ka pa janë serialet. Unë e pash një koment në TikTok dikon a merr dhe mbani me qesh dhe mbani me mendu. Tha para mendoni tha që kjo shoqënia jonë e cila është kundër është pro martesave, është pro lojalitetet të ngjashme, tha kur e kena kështu zhradën e Lukasin, kur zhradja tha ka trastu Said, tha na ket kena duar trokit. Tha na kret kena duar trokit dhe kena pranuar tradhtin si gjëja më e mirë mundshme dhe e drejtë. Dhe motivi është i sinqertë. Motivi është i sinqertë. Tash unë e pash që në anën 2001 Kloni von përjashtim. Hiç aktorimin mediokër, Kloni ka pas mesazh, ka qenë filozofik. I ka paraqit shumë mirë për pjesën e kulturave. Patjetër kanë limonata, kanë telenovela. Kloni ka qenë po mua e mora si shembull Klonin, për më se ka qenë Kloni. Kloni ka qenë një serial më të mirë absolutisht dhe mbani me qesh se sa shumë ka ndikuar te na si shoqëni në mënyra që na i kemi dhënë të drejtë dashurisë dhe arsyes dhe nuk i kemi dhënë të drejtë kulturës se ti duhet të martu dhe... Pra, ti po thunë që zhatës ja kemi po hajve, si shoqëri. Nëse ka qenë diçka që ka fillu me na i qelësi dhe mendimin ka qenë pak edhe serialet. Gjullë, për ty, cili ka qenë ky serial që me ka qelësi? I kom dëgjuar që do emra, po unë ndoshta jam një krejt tjetër jetesë edhe nuk i kom përcjell këto veç e di që kur vishun verës Kosovë, kur sa rajtë të dojnë prekaz, u mbledh shumë 8 ora në 8, duke të kona ajo Kassandra, 8 mbrëmje. Para lufte. Non, ka qenë 8. E di që krejt heshurin akon ja 30.000 tu. Qatë shumë rëndësi kam po. Qatë rëndësi kam po të dhoni nuk e kuptoj që se një me filan nuk është që serialet këshyre, se atje është ma shumë shkollimi, jo gjërat sociale. Azreli po vrej që ka këshyr Kassandrën. Azreli s'ka pas qare se Azreli ka pas programe. Ka qenë dritarja e parë drejt diçka e tretë, që na nuk e kemi pa ma herët. Edhe unë mendoj që me gjithat, në 2001 kur jem puth personazhet kryesore ja kanë qenë syt. Sot dalim parada për drejtat e gejve ose lesbianë o diçka tjetër. Do thonë sot kemi pastaj kemi filluar në serialet tona me pas puthje mes personazheve kryesore. Me rënë me mend në shoqërinë tonë, aktorët deri vonë nuk janë puth mes vete. As për serial, as për film. Ska ra kjo zhati që ti edhe Gjuli sot të paktën sa ditë me qenë single ajo. Zalja ka luftu për dashnin e vetë. Gjuli, se nitë që unë që s'ka ra kjo serial me qenë një single sot. Edhe një pyetje, se jemi edhe pak esh me kohën, se zgjatëm pak, a bullizohen të ri, se është një problematik shumë e madhe që... Mundohen me mbaj tradicionalen. Që nuk i na bullizon, a i na bullizon familje, i na bullizon shkollë, i na bullizon rrugë, kudo tjetër, na i na shusmi që bullizime e kemi elemente që ka pas kryesor. dëshirë mu vesh me ato veshe tradicionale, që me njerë kanë fillu komentet si gjëshe, shumë e kanë bullizu në për komente. A me ndoni se vazhdojnë këj fenomen të na? Shko ndërpres si kemi edhe rastet ekstreme në Shqipëri, na e patëm rasin për shkak bullizimit pikërisht vajza që nuk i kishte kurset edhe nuk kishte është fenomen që jeton shoqërinë tonë, edhe për fakt që bëhet trend, sot më kon pjesë e një grupi të shokëve ose shoqeve, do të më kon ka pak edhe bullist, ndaj aty që në mat urtë si natyrë, mat qetë. Kjo prapë është një problem tjetër që do të më marr institucionet tona, arsimore sidomos, pastaj për këtë atë djalit me tirë që ajo nuk është trend, ajo është Don Kishotizëm. Kjo kësaj i thënë me rrota historisë me një kohë këtë kaluame. Por mua është karikatura ma e dëtë për mundshme e Don Kishotit, me këtë respektin për shjetë e tia, po nuk është ajo veç me ranë sëmi për mendimin tem, s'ka pik vlerë në kuptimin shumë kulturore modern. Gjurë po qenë ma shumë tradicionale? Po s'jam me bullizuar, të marrë në vesh. Çdo njeri, unë e kam thënë këto edhe në intervistë tjetër, një njeri ose një person, mendimet e tina, politike, seksuale, fetare, është drejta e tina, na nuk mundu mu përzit në drejtën e ashtë kujna. Kjo është mendimi jam azem, të mund shme po të mendimin tanë. Por, qka unë... Këtë tonin e kemi. Po këtë janë është janë. Kështë që për mua shumë rëndësishme që mi hap hapësire njerëzve me konë bash ashtu që ata dëshirojnë, me ja respektuat privatësinë vetë, që qëton 3 gjëra. Po mus po më pritet derisa të kthehet prap respekti dhe edhe vlera njerëzore në shoqërinë. Jam joti. E vani një pyetje, the që është më mirë modernizimi a tradicionali atë?
A ke pyetja çështu? Po, s'po më kujtohet bash saktë çështja. Kultura. Ideja më gëshëtua. Edhe tradicionale, unë kam një iri tradicional ke saksisht pyetja. Sa i përket tradicionale, unë mendoj që kanë erdhur të mirë vesh në ushqim. Po tash as në ushqim nuk do të mirojmë më. Se po shih që pitja, flia, këto janë tepër domosdoshme. Jo, mos e kesh pitën, Se mund me bë pitën me shumë pa kalori, mos më qita shumë gjëra. Çato pitët e Xhulit janë më moderne. Gjuli ka një përgjigje. Kështu që absolutisht gjithçka që është moderne, gjithçka që është përparimtare, gjithçka që është e re duhet mi përçafu. Ato kemi praktikat e shkaluara, kështu që nuk është që na kanë sjell diçka të mirë. Na e kemi pas, i kemi pa i dim, i kemi të provuar. Një shembull kam për zonën çto. Për shembull, në Kosovë që a vlerësoj shumë, që thashtë të diku një intervjist tjetër, në Kosovë që a vlerësoj shumë është se akuma fëmijët ose ne, se fëmijë prindve tonë gjithmonë kena me qenë. Na për shumë nuk e di sa herë tirë tinonën tonë në telefon gjatë ditës, po të pakten shoqëria jonë akuma e ka një lidhje shumë të fortë me prindve vetë. Tirën me ngjes në dorë. Non çapo pan se na jetojnë atë qetërën do të dy shtete ndryshme ose dy apartamente ndryshme. Kurse shoqënia jam finlandeze, aty tirën veç për Christmas, për Krishtlindje. Edhe ajo mua nuk më pëlqen që është në vendet shumë moderne ose modernizuar. Kështu që Azran thoi diçka se ti me për qita. Vile Elena Gjika, një nga relinasët e mëdhaja shqiptare, dora disa ndryshe, ajo fol për vdekjen, ceremonia mortore në Ballkane, ceremonia mortore në Europë, janë disa ndryshme. Këtu ka ndjeshmëri, aty ka thjesht procedurë për me varros një person. Kisha me thonë që ka ndjeshmëri shumë në Kosovë. Po në vendin tonë. Lasë për 1850 që ka përjetuar ajo. Po mendoj që ka hala. Sensibilizimi është më i madh, edhe njerëzillahu nuk më shue. Pavarësisht trendeve që vijnë treja, njerëzillahu ose që janë mirë. Njerëzillahu nga familja ka Mendoj që këto janë praktika private për cilat ndoshta Xhulin këtë rast shoqet e saj ose shokët e saj. Jo, unë kas Finland, se është në trend atje që mos më është problemi është na as unë më njoh këtë Finland, më marrë një rend i përgjithshëm. Një ca persona, për shembull, shoqen të cilën unë kam Zvicrën, ajo çdo ditë komunikon flet me nënën e vet dhe shkon në viziton. Tash kemi dy shoqëni të ndryshme që na sfuna me marr shembull si rendi i përgjithshëm për shtetet të cilat na po flasin. Pra mendime dhe eksperiencë. Po do më lidh edhe te çështja e varrezave. Unë shumë pak varrimeve. Unë shumë pak marr pjesë në varrime për shkak nuk më pëlqen mënyra çush organizohen dhe mbaj mend shkova te një shoqe e imja cila ka vdekë në moshën tepër të re dhe dhimbja ka qenë tejet e madhe për shkak mënyrës si ka vdekë ajo dhe aq shumë jemi kanë të gjithë keq për shkak mënyrës edhe një herë po them se si ka vdekë dhe rrethanat dhe komplet kushtet mbaj mend në varrim sa i përket ngjeshmërisë isha unë në pjesën pak më mbrapa tundej dhe i mbaj mend dy persona ishte dikon ka qenë shtator tetor e pikë cigare në burr e gjujtje e mshël me kom ai kishte turshijat. Do të thonë një varrim të tillë, folshin për çështje të turshijave. Ka shka të na pjesa e varrezave, pjesa e ceremonive, pjesa e varrezave, pjesa e ceremonive, qoftë dasmave, gëzimeve, drekave dhe ceremonive varrimeve të ngjashme që i bëjna, na e kemi vetëm formë të cilat dojna me paraqit jashtë. Nuk është që ka reale to. Nuk është që ka reale to. I kemi të rreshme. Kemi të rreshme. Sepse na i djeku vetëm si tradita, po jo se e ndjejmë. Jo se ndjejmë. Unë më shumë ceremoni mortore ti e dëgjon që jeta vazhdon. Kjo është e bukur e asaj pjese. Jo, veç pak. Unë më shumë e vlerësoj personave që humbin dikon, është solidarizim që ta mëshirë. Unë më shumë e vlerësoj një ceremoni. Unë më shumë e vlerësoj një ceremoni fetare, të cilët vinë njerëz të cilët realisht e ndjejnë, sesa ata vetë vinë për shkak me udok. Po edhe mënyra si organizohen të pamet, edhe mënyra që organizojmë na komplet këto proceset tona. Që sot se kanë në pome. Që janë 20 vjet s'ka ke kanë. Jo be, po mendoj se të bëre pas 20 vjet vëlla jam kanë vogël edhe me kanë si kumar vesh. Mi thoni çka zonë. Sot ka mundsi një nënë e unë fëmijën e vet, vdes në kushte ndryshme. Ajo prapë nëse kam e pyet a ka bukë mangor, ai bën që kjo nuk e rrimë. Jo, unë po flas se çdo gjë e kemi jo reale, nuk e kemi të vërtetë, e kemi të rreshme. Të gjitha këto praktika dhe ceremonitë, sidomos këto ceremonitë të cilat na kanë mbet ende për kaluar të traditës, i kemi të rreshme, nuk i kemi reale. Zonë se kemi kalu kohën, është veç misioni i parë, ky është vetëm fillimi, secili është tepër shurt diçka në fund. Edhe ta përfundojmë. Unë vetëm suksese ju uroj për emisionin e ri. Jo, edhe për temën. Për temën, okej, atëherë për temën. Sukses të temës. Shpresoj që kemi më shumë njerëz që shtin funksion trunin, që për këtë ardhmë me fol, dhe që kanë mendësi për me menduar dhe me pot strategji ditore, se pse ekziston Xhuli ose Filantristeku dhe çka është arsyeja pse jetesës së tij. Me shti do thotë trunin funksion për të arriturat e veta. Fundja jeta është një sfidë që kemi probleme
të mirat, këshijat edhe në fund, ajo trujnë nga banë ndryshën nga të tjeret. Besoj që shqiptarët kanë potencialin kështu, mental për me pejkaluar këtë tranzicion që padyshim më i vështirë si çdo shoqëni, edhe me qenë për një pjesë moderne e botës civilizume në gjitha dimenzionet, kështu që unë kam shpresë. Zoti e kupton presionin e regjisë. Po, absolutisht që unë shumë shkurt. Gjitha veprimet që i bëni mënyrën e jetesës që organizoni, bëjeni duke u bazuar në arsye. Kjo është e rëndësishme nëse doni të jeni modern. Faleminderit, mi takohemi në raste të tjera. Ajda, po e përmbyllim sot.